Falënderimet dhe lavdërimet I takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Salavatet e selamat ja dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam, paqja dhe mëshira Allahut Azza wa Jall qoftë mbi të, familjen e tij, shokët e tij sinqert besnik edhe mbi të gjithë ata që pasojnë ditën e gjykimit. Jemi në ligjëratën e radhës tek cikli ligjëratave Fiqh Hanefi. Jemi tek kapitulli I Haxhit, jemi në ligjëratën e 4 me radhë dhe kemi vendosur që të trajtojmë në këtë ligjërat gabimet apo kundërvajtje gjatë haxhit dhe përmirësimi I tyre. Normalisht ibadetet në përgjithësi shpërblimin e kanë të varur sipas asaj që gjendet brenda njeriut, sipas të brendshmes. As më efektiv niyeti, as më sinqert njeriu, as më afër do thotë pranimit të veprës. Kuptohet për ta konkretizuar këtë çështje duhet patjetër edhe ana e jashtme. Praktika duhet me qenë për përputhshmëri me fushëveprimtarinë e pejgamberit alayhis salam, konkretisht në çështjet e haxhit një gjë e tillë do thotë vërtet edhe më shumë se do thotë në çështjet e tjera. Andaj qëllimi kur është I pastër dhe kur aspekti I jashtëm do thotë është në rregull, atëherë vepra është më afër pranimit. Për atë arsye, harmonizimi I dy komponenteve apo faktorëve është I rëndësishëm pra në të gjitha ibadetet, siç është edhe tek çështja e haxhit, se ka mundësi njëri me qenë ana shpirtërore I sinqert, por me bë gabime të cilat gabime ja bëjnë veprimit të pavlefshëm. Po sinqeriteti pasaj nuk ka arsyetuar kur ka gabime të cilat e prishin veprën në fjalë, do thotë aspekti I jashtëm. Për atë arsye që adhurimi me qenë I pranuar dhe më problem, patjetër duhet që me u bashku e jashtme me të brendshmën. Sinqeriteti, por normalisht pjesë e jashtme përpas rregullave që I ka haxhi është edhe çështja e shpenzimit të pasurisë, do thotë që të jetë haxhi I kryer nga pasuria, do thotë halal. Gjithashtu haxhiut kanë disa gjëra që I ka pas lejuar para se me hyrë në ihram. Atëherë disa gjëra I bën të ndalume, të cilat I ka pas lejuar para ihramit. Për atë arsye, çdo haxhi ka për obligim me qenë vigjilent dhe duhet me ditë që gjendet në momente dhe gjendje ibadeti adhurimi. Përveç se haxhi do thotë ka farze vaxhibe, normalisht ka edhe gjëra të cilat e humbin vlerëshmërinë, do thotë haxhit, do thotë po flasim në aspektin e jashtëm, sa brendshëm normalisht nuk duhet diskutohet një gjë e tillë. Për atë arsye, ndodh që haxhiu me bë gabime të kryes haxhit, prandaj nëse ka bën ndonjë gabim, a ka kompenzim kjo gabim apo s'ka? A ka do thotë diçka që mundet me kompenzu, varësisht varet nga lloji dhe pesha e gabimit. Për të arsye, dietarët për nga pesha e gabimeve I kanë ndarë do thotë gabimet e haxhit në do thotë disa gabime. Prej tyre kanë thonë që ka gabime të cilat janë të mëdha, thotë janë ato veprime të cilat lejnë gjurmë dhe pasojat të rënda në kyllën e haxhit. Dhe dietarët gabimet e mëdha në haxh kanë ndarë në dy lloje, gabimet të cilat nuk ka mundësi me I riparuar dhe që e prishin haxhin, edhe gabimet e mëdha por që mund të riparohen me therrjet e qurbanit. Gabimet të cilat janë të pariparueshme që e prishin haxhin, do thotë janë gabimet të cilat e bëjnë haxhin fasid, do thotë haxhin e prishur, dhe ky haxh nuk pranohet dhe obligohet njeriu pastaj vitin tjetër me kry prap haxhin. Andaj, prej gabimeve që nuk mund të riparohet është edhe kryerja e marrëdhënieve seksuale me bashortën, duke qenë në ihram para se me kryer njëri Arafatin, pavarësisht nëse këto marrëdhënie janë bërë me qëllim gabimisht apo diçka, do thotë nga harresa ose edhe duke mos pasur njohuri për çështjet e haxhit, atëherë ky akt dhe ky veprim e bën haxhin të pavlefshëm. Dhe ky gabim jo vetëm që shkakton prishjen e haxhit dhe që detyron haxhiun të bëjë kaza haxhin më një herë vitin tjetër, por kërkon edhe therrjet e qurbanit në dele. Për të arsye në këtë dispozit nuk ka rëndësinë se haxhiu është duke bërë haxhin farz apo nafile. Nga kjo rregull kanë thënë ulemat përjashtohet fëmia edhe I smuti psikikisht, të cilat nuk obligohen as me therrjet e qurbanit dhe as me përsëritjet e haxhit. Në këtë rast haxhiu I tillë edhe pse haxhin e ka të prishur, duhet të pasojë të gjitha veprimet sikur haxhi të lehtë dhe nuk bën të ndalen nga veprimet e haxhit, ani pse haxhi nuk I bëhet kabull,
i llogaritet i prishur dhe ka obligim haxhin tjetër me kry haxhin. Ose dikush thot, atëherë pas na gabu ku aprish haxhin në mos po bëj veprimet haxhit, jo duhet me kry deri në fund. Gabimet e mëdha, lloji i dytë, të cilat mund të riparohen me therrje të kurbanit. Për dallim nga gabimet që i cekën, do thotë e mësipërme, që është gabimi kryesor dhe ndoshta edhe i vetëm ke drejtim dhe çështja e marrëdhënies seksuale, ka gabime që janë mëdha, do thotë të cilat shkaktojnë, do thotë dobësimin e haxhit, do thotë janë të rënda, por nuk shkaktojnë, do thotë asnjë gabime prishin e haxhit në tërësi, me bëj haxhin fasid. Nga se ka mundësi do thotë me u riparu përmes therrjes së kurbanit të madh. Dhe prej gabimeve është marrëdhënia e plotë intime me bashkëshorten pas shndrimit në Arafat. Do thotë është realizuar para se me i qef flokët, apo para se me i rru, apo para se me kry tavafin zjarra, që është fars. Ky veprim e detyron haxhiun, personin që është duke kryer haxhin, të therrë kurban të madh, deve ose lop, jo dele. Dhe kjo dispozitë ligjore bazohet në hadithin e transmetuar nga Said ibn Mansur, e ky nga Aisha radhiyallahu anha se pejgamberi sa ka thonë, kur të ktheheni nga Arafati, nëse i keni gjuajtur gurrën dhe jeni ruar, ju është lejuar juve që do thotë çdo gjë tjetër përveç grave tuaja, e transmeton Abu Dawudi. Nga hadithi ka thonë ulemaja, kuptohet se kthimi nga Arafati dhe gjujtja e guralezve dhe ruarja konsiderohen lirimi i parë nga ihrami, tahallul awwali thonë. Këtë rast lejohet çdo gjë që ishte ndaluar gjatë kalimit, do thotë në ihram, si veshja rrobave të zakonshme dhe kështu me radhë. Por nuk lejohet kontakti intim me bashkëshorten. Ky veprim lejohet vetëm pas lirimit të plotë, që i thonë do thotë në haxh apo në terminologjinë islame tahallul akbar, që arrihet zakonisht pas hyjes së tavafit zjarra. Kjo dispozitë ligjore vlen vetëm për mashkullin, do thotë po normalisht edhe për femrën, sepse ata të dy do thotë kanë qenë për pjesëmarrës në këtë vepër të ndaluar, gjatë haxhit dhe asnjëri nuk lejohet nga përgjithësia. Nëse i muhrimi para se të dalë në Arafat e ka përdhel apo ka prek bashkëshorten tim me efsh, ose ka puthur me efsh, ose ka lozë me të duke mos kryer kontaktin tim, do thotë drejt për drejt, pavarësisht nëse ka pasur, do thotë dalje të lëngjeve seksuale apo jo, haxhi i tij nuk konsiderohet i prishur, por ai obligohet me therrje të kurbanit përderisa nuk ka pas, do thotë kontaktin tim direkt me bashkëshorten e tij. Detyrimi i therrjes së kurbanit normalisht bie edhe mbi muhrimin, i cili do thotë tavaf zjaretin e ka bëri pa pasur gjunop, ose femra ka qenë me të përmojshme fanora, pra me menstruacione. Lloji i dytë i gabimeve është gabimet e mesme, ku konsiderohen ato veprime të cilat mund të riparohen me therrjen të një kurbani të vogël. Për shembull, rastet e tilla janë veshja e rrobave të qepura. Kur haxhiu ka punet me kry haxhin apo umrën dhe është veshur me ihram, i ndalohet me veshur rroba të qepura, me mbulu fytyrën apo kokën një ditë të plotë, me përjashtim të femrës, e cila mbulimin e kokës e ka obligim fetar, por jo dhe fytyrën, do thotë, sipas mëdhëpit Hanefi. Andaj nëse i bën këto gabime, obligohet me therr kurban për gabimin që ka bërë. Kurse mishin e kurbanit pëlqet me nda banorëve të varfër të Mekës, e nëse ata e vesh gabimesh për shembull rrobën, ose për një kohë të shkurtër, atëherë duhet të jap sadaka për gabimin që ka bërë, ajo me therr kurban. Çështja tjetër është qethja ose ruaja. Haxhiu kur ka hyrë në ihram ndalohet me u qeth me shkëlqime nga trupi, pavarësisht apo fjalë për fytyrën, kokën, në sqetullat apo vendet intime, dhe normalisht kjo është e kanë cekur ulemaja, ka bazë në Kur'an, ku Allahu tha: "Wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadyu mahilla." As mos i ruani kokën tuaj derisa të arrijë kurbanin në vendin e caktuar. Dhe nga kjo nuk kuptohet se ai që ruan kokën apo një pjesë të tij, si në sqetullat, ose ruan vetëm një pjesë kokës apo të mjekrës, do thotë apo shkoton mjekrën pa arsyetim, e ka obligim me therr, do thotë kurban. Përveç nëse, do thotë kanë thënë ulemaja, nëse ka ndonjë plagë që ka shkaktuar në kokë, atëherë do thotë para vetes i ka këto punë, agjërimin e 3 ditëve, sadakon që duhet me dhënë varfër, ose do thotë me sasi prej 3 sa, duke i dhënë sasi të varfër nga gjysmësa ose therrja të kurbanit. Kjo normalisht bazohet në ajetin kuranor, ku Allahu thotë: "Men kana minkum maridan aw bihi adhan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk." Kush për ju është i smur ose ka mundim koke, e rruhet para kohës, për shkak plagës që ka me intervenuar mjekësia apo mjekt, kompenzimi është me agjëru, do thotë, ose me dhënë sadaka ose me therr kurban. Nëse haxhiu gjatë ihramit ka rrujt mustaqet, ai duhet me dhënë sadaka, ka se mustaqet konsiderohen pjesë
do thot e fytyrës apo e kokës, më por nëse e ka rruar njërin në sqetull apo dyat, normalisht duhet me thirr kurban. Prerja thorreve gjithashtu, që qëndrimi të haxhit në ihram është veprim i ndaluar, andaj muhrimi do thot i pret thonjët, do thot para se më vesh ihramin. E kur ta vesh ihramin, nëse do thot i pret thonjët vetëm duarve, do thot atëherë e thirr në kurban. Nëse i pret do thot në një vend edhe thon e këmbëve e durve, atëherë detyrohet me dhënë Hanefimi i thirr dy kurbane. Haxhiu gjatë qëndrimit në ihram ka ndaluar me gjithashtu përdorimin e parfymeve që kanë, do thot parfyme që kanë aromë. Dhe normalisht është do thot ndaluar një gjë e tillë, nëse e bën këtë çështje atëherë thirr kurban. Kryerja e tawafit el-qudum ose el-wada, do thot duke qenë i papasur gjunub, e obligon njeriu me thirr kurban, do thot dele. E nëse tawafin e bën pa abdes, atëherë mjafton me dhon sadaka. Kryerja e tawafit zjarre, farz pa abdes, e obligon haxhiun me thirr kurban të vogël dele, edhe pse më udhës kanë thonë ulemoja që me përsëritë tawaf dhe të mos thirr kurban. Nëse gjatë tawafit zjarre nuk i ka kryer 3 sjelljet e fundit, rreth çabës se janë vajxhib, obligohet me thirr kurban. Kryerja e tawafit wada, duke qenë gjunub, do thotë e obligon njeriu me thirr kurban të vogël, kurse kryerja e tij pa abdes e obligon me dhon sadaka. Haxhiu i cili nuk e ka kryer sajin, do thotë me Safas dhe Merwas, normalisht obligohet me thirr kurban. Ata të cilët dalin nga Arafati para se me përfundu dielli, gjithashtu obligohen me thirr kurban. Dhe ata të cilët nuk shndrohen në Muzdalife dhe i luajnë gjurmë, do thotë kuraleset pa i gjurtur, obligohen me thirr kurban. Me thirrjet e kurbanit obligohen ata të cilët nuk e kanë bërë qefjen dhe rruarjen pasi u kthy, do thotë nga Arafati brenda, do thotë ditëve të Arafatit. Ka edhe gabime të cilat janë të vogla, do thotë të lehta, do thotë përditshme të cilat normalisht haxhiu mundet me i të kalu me dhon sadaka, do thotë të varfër dhe aty që janë në Mekë. Për shembull, nëse haxhiu e ka rru apo ka qenë më pak se 1/4 në kokës ose mjekër duke qenë në ihram, ose ka prer thua, do thotë ose kalon, do thotë gjatë sajit Safa Marwa, më pak se 3 ecje ka bu. Apo nëse haxhiu ka rru kokën e tjetër duke qenë vetë në ihram, pavarësisht nëse ati që ka qenë kokën është në ihram apo jo, obligohet me dhon sadaka për gabimin që ka bën. Nëse ka prer më pak se 5 tonjë të gishtave, në këtë rast, po çdo thua të gishtit duhet me dhon nga një sadaka. Nëse haxhiu ka vesh rroba të qepura apo ka mbulu kokën apo fytyrën për një kohë të caktuar me shkurt, më pak se një ditë apo një natë, obligohet me dhon sadaka. Nëse haxhiu parfumon në gjymtyr trupit, por jo të gjithë trupin, sadaka. Pastaj nëse tawafin qudum, tawafin wada ose ndonjë tawaf tjetër me file e ka pa abdes, atëherë do thotë obligohet me dhon sadaka. Do të janë gabime të cilat mundet njeriu me i komentuar me sadaka dhe e fundit do thotë nëse lë mangun në një rrotullim të tawafit wada ose sajit, thotë atëherë jep sadaka normalisht për hir të Allahut azza wa jall. Pastaj çështja tjetër dhe e fundit, besoj që është në këtë kapitull, vizita në Medinë. Ka thonë pejgamberi sallallahu nuk lejohet marrja e udhimit me qëllim ibadet në pas 3 vende. Në Mesjidul Aqsa Palestinë, Kudsi Sherif, Mekë edhe në Medinë. Normalisht nuk është patjetër gjatë haxhit edhe numrit me shku në Medinë, por të natë është bua zakonshme një gjë e tillë dhe njerëzit thotë vazhdojnë e ndjekin këtë çështje dhe shkojnë në Medinë dhe Mekë, do thotë për me vizitu xhamin e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, me shku me dhon selam tek varri, do thotë pejgamberi alayhi salatu wassalam, dhe normalisht me përshëndet dhe mos të bëjë gjeste të cilat nuk i takon njeriu me bëjë gjeste, do thotë të panevojshme. Pastaj është vlera e namazit në xhamin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, që është sa 1000 namaze, Kudsi Sherif ose 500 ose Mekë ose 100.000 namaze. Andaj më mundu kur shkojmë në Mekë Medinë, mos me ilon namazet, po me i fal në xhami. Gjithashtu është transmetuar një hadith që disa pejgamberë do thotë kanë thonë se është i dopt, thotë pejgamberi sa men zarani ba'da mauti fa kana ma zarani fi hayati wa man mata bi ahad al-haramayn bu'itha min al-aminin. Kush më viziton pas vdekjes, si më është sikur të më ketë vizituar derisa isha gjallë. Ai i cili vdes në njërin nga 2 haremet Mekë ose Medinë do të ringjallet me të njëri të sigurt. Normalisht në shumë prej dietarëve thotë
e ka ndërsu hadithën e fjalë, po në kuptohet, thotë muslimani, thotë e viziton, thotë shej respekti, do thotë vorrën e pejgamberit alayhis salam dhe normalisht e viziton edhe xhaminë e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam për shkak vlerës së madhe, do thotë që e ka, do thotë vizita e xhamisë së Resulullahit alayhis salam. Kuptohet ata të cilët do thotë e vizitojnë do thotë varrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duhet mos me ngrit zonin edhe mos me bërtit, nga se ka qenë ndalume, që ka thënë Ebu Bekri, nuk duhet dhe nuk është nga edukata islame ngritja e zonit e pejgamberit sallam, do thotë qoftë duke qenë ai gjallë, po edhe pas vdekjes së tij sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu Umeri i ka pa disa burra nga Taifi, duke ngrit zonin xhaminë e Resulullah sallallahu alaihi wasallam, tha sikur të ishit nga vendi, nga Medinja, do të kisha kthyer prap duke u rrahur, duke i rrahur e po ngritnin zonin e xhaminë e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Edhe për të gjitha këto çështje normalisht ka hadithe, do thotë të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Thotë i dërguar Allahut, salatun fi masjidi hadha khairun min alf salatin fi ma siwa ila al-masjid al-haram. Namazin e xhamin time është më i lehshëm se një namazin e xhamit të tjera përveç Beitullahit, do thotë Çabas. Gjithashtu është rauda, do thotë ma bejne bejti u minberi rodhëtu min ridad il-janna o minberi ala haudhi, e që është me zvarit tim dhe minberit faltores time është rauda, kopsht, prej kopsht të xhenetit, edhe minberi të kon kopshtit, do thotë raudas. Pasaj vizite tjera, do thotë që i bojnë njerëzit, do thotë se xhamia e Kubas ditën e shtunë, që të cilën do thotë xhami ka qenë, do thotë sunet e pejgamberit që i dërguar Allahu do shtunë ka marrë udhtim dhe ka shkuar ka fal të rekatën në do thotë mesxhidi Kuba, pastaj xhamia e njohur si xhamia e do thotë Kibletein, seba masajid, pastaj varrezat e dëshmorëve të Uhudit dhe kështu me radhë. To realisht nuk janë kërkesa fetare të tjera në u vizitu, po ka hyrë pak apo në trend të atyre që shkojnë haxh apo në me i këto vizita, si shenjë për kujtimi dhe marrje mësimi. Allahu na mësoft me kry këtë obligim që duhet, ka çështë për çështjen e haxhit e për çështje tjera do thotë flasim inshallah ligjërat më vjen. Zoti të mësmirë, alhamdulillah rabbil alamin.